Profesori i asociuar zoti Xhavid Shala, eksperti i çështjeve të sigurisë, më ka bërritur në studio me të cilin do të ndaj disa minuta në vazhdim për të gjitha zhvillimet. Mirë se erdhe zoti Shala, kënaqësi gjithmonë kur komunikojmë së bashku. E nisim me këtë lajmin e fundit se sigurisht tema kryesore do të jetë lindja mesme mes luftës dhe paqes, po si u duk ky paralajmërimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sulmet mundshme nga Irani. Edhe kjo që lidhen kryesisht me SBA, tharat. Edhe kjo është lidhur me linjën e mesme, absolutisht, është fraksione e saj. Nuk është diçka e papritur. Domethënë ne kemi thënë edhe më përpara, më duket e kemi përmendur edhe këtu në studio që Shqipëria ka qenë objektiv i luftës hibride të Iranit, pra fillu nga sulmet kibernetike, edhe ka qenë gjithmonë ekziston mundësia që ose më mirë ka ekzistuar mundësia që ata mund të përdorin edhe forma tjera që nga grupet celulat e fjetura, jo vetëm celulat fjetura iraniane, po mund të jenë edhe nga proksit e tyre, mund të jenë nga libanezët, pjesa e Hezbollah, mund të jenë nga irakianët e tjerë. Pra nuk është diçka e re. Këtu paralajmërimi jepet për shtetës amerikanë, sepse po ta kesh ndjekur sot ose djem duket është rrëmbyer një gazetare në Bagdad. Po e pash, kishte me. Pra janë të lidhur në seri dhe ky njoftim jepet her pas here edhe nga ambasada, por nuk ka gjë për tu shqetësuar në aspektin e panikut, domethënë. Strukturat shqiptare të zbatimit ligjit, komuniteti i inteligjencës, policia e shtetit kanë marrë masat në vazhdimsi, janë në alert që nga koha e fillimit të konfliktit. Ne jemi edhe vend antar i NATO-s, edhe për këtë arsye ne mund të jemi në objektiv, po jemi edhe duke qenë se kemi strehuar edhe opozitën iraniane, është një arsye, po që është një arsye kot nga natyra se ata janë thjesht miq, të cilët ne kemi pranuar mbas traditës shqiptare, edhe mbas ligjit ndërkombëtar, janë refugjat, edhe mbas konventës për refugjatët ata janë të mirëpritur, nuk lejohet dhe nuk kanë zhvilluar aktivitet kundër shtetit e Iranit nga Shqipëria, pra nuk e kanë përdorur Shqipërinë si trampolin për të zhvilluar aktivitetet e tyre dhe nuk ka arsye, domethënë që ata gjithsesi është problem i atyre dhe normalisht edhe atje janë shtu masat e sigurisë, edhe ata për veten e tyre, por që situata është e tillë, pra këtu bëhet fjalë që nuk është se është e re për sot kjo punë. Agjencitë shqiptare të zbatimit ligjit, komuniteti i inteligjencës thashë është në alert që nga koha e fillimit të konfliktit në lindjen e mesme. Edhe për këtë arsye që unë përmenda, këtu është një diçka që përveç këtyre strukturave, pra komunitetit të inteligjencës, agjencive të zbatimit ligjit, këtu duhet një vëmendje e rritur qytetare, që do të thotë çdo qytetar që shef veprime të dyshimta, ose sidomos të këtyre shtetas të huaj. Po çfarë do të thotë veprime dyshimta? Veprime dyshimta, një lëvizje, një shtetas të huaj që ka një sjellje. Veprime të cilat nuk janë normale. Nuk janë normale, apo që ka kontakte me shqiptar, me të cilët ata mund të kryejnë veprime, duhet të njoftoj, sepse syrit vigjilencës komunitetit të popullit nuk i shpëton asgjë. Çfarë po ndodh në lindjen e mesme duke marrë parasysh faktin zoti Shala se ka patur reagime nga ana e të gjitha palëve, Teherani ka mohuar sërish ato se çfarë ka deklaruar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Deklaroi pra Trump se Irani kishte kërkuar në pushim për Teherani, ka deklaruar se diçka e tillë nuk është e vërtetë, ndërkohë ka patur sulme për NATO-n sot duke thënë që pas luftës SBA do ta mendojnë se çfarë do të bëjë me prezencën e saj, duke paralajmëruar edhe largimin nga aleanca dhe duke quajtur NATO-n sërish një tigër prej letre. Fillimisht gjitha këto zhvillime janë një lloj kuptimi se sa mund ta zgjasë lufta, një lloj treguesi se derisa mund të zgjasë lufta. Trumpi është mjeshtri i komunikimit dhe ka një natyrë shumë të veçantë, komunikimi dhe negocimi. Njerëzit, bota duhet mësohet me modelin Trump. Ai si që filloi me ato negociatat me tarifat me ato dhe di se si në fillim me ngrente stekën shumë lart, pastaj çonte atje ku donte. Pra në këtë rast në konfliktin e lindjen e mesme nuk ka gjëra që janë që nuk po thuhen. Këtu problemi është se nuk ka koherencë në ato që thuhet. Pra ti mbahet një qëndrim, por vihet disa herë, një herë pohohet, një herë mohohet dhe kjo të bën në vështirësi të analizosh një fenomen. Kjo koherencë ka qenë që në fillim që kur nisi lufta. Trump thoshte ne kemi shkatruar objektivat, lufta mbaron, Marco Rubio thoshte lufta sapo ka nisur, pastaj pra ka, megjithatë kjo siç duket është modeli komunikimit të kësaj administrate amerikane dhe për këtë duhet më mësu me këtë stil komunikimi. Po ke parasysh që presidenti Trump la një afat disa ditorë në fillim,
5 ditore, 6 ditore sa ishte ajo, pastaj e shtoi edhe 10 për t'i dhënë mundësi diplomacisë. Ky është një shans i mirë për diplomacinë për të vazhduar bisedimet. Tash iranianët e mohonin se ka bisedime. Amerikanët jepnin prova që ka bisedime, por këtu pastaj lind ky koncepti çfarë quhet bisedimi, çfarë quhet negociat. Pra, këtu bisedime kanë me ndërmjetës dhe kanë hyrë ndërmjetës të fuqishëm. Janë Turqia, është Turqia 1, është Pakistani 2, është Egjipti, është Arabia Saudite, pra po negociojnë nëpërmjet me ndërmjetës. Dhe deri tashmë plani 5 pikësh i Iranit dhe plani 15 pikësh amerikanë i kanë kaluar njëri tjetrin që janë bërë edhe publike, domethënë. Dhe ata po vazhdojnë. Edhe kjo që ka thënë presidenti Trump që ata po kërkojnë armëpushim, ka një deklaratë zyrtare të presidentit iranian, i cili thotë që ne mund ta ndalojmë luftën nëse marrim siguri që ata nuk do ta vazhdojnë. Pra, në një farë mënyrë është thirrje për armëpushim. Dhe me të drejtë presidenti amerikan thotë kërkojnë armëpushim. Ata thotë jo, pra, këtu gjithë problemi bëhet që secila palë përpiqet të jetë para popullit vet, të jetë të paraqitet si fitimtar, të mos paraqitet i dobët. Por problemi është sot në zhvillimet që janë me pasoja dhe për vendet e Evropës janë raportet me NATO. Domethënë, ke parasysh kur hyri në luftë presidenti Trump nuk bëri asnjë lloj konsultimi, as me NATO-n, por vetëm me Izraelin dhe ndërmori një nismë me Izraelin. Por më pas e pa që është e nevojshme edhe në NATO, jo për ta përfshirë NATO në konflikt, po thjesht për të shfryzuar territoret e NATO-s, për të lëvizjen e forcave të mjeteve. Pra kuptoj që NATO është shumë domosdoshme edhe për këtë fakt fare, për këtë fakt të thjeshtë. Por ka një diçka në traktatin e NATO-s, në traktatin e Aleancës Atlantikut Veriut është traktat mbrojtje, është aleancë mbrojtëse, nuk është aleancë lufte, nuk është aleancë sulmi, aleancë goditje apo betejë të tjera. Pra ka të përcaktuar shprehimisht dhe e ka të përcaktuar edhe nëse sulmohet, pra kur sulmohet një vend antar. Në këto kushte, aleanca nuk është sulmuar as një vend antar i aleancës. Territori një vendi antar bile më saktë, jo një vend antar. Sepse një vend antar mund të sulmohen interesat e X shteti që është antar i aleancës, mund të sulmohen në Djibouti, për shembull, një bazë amerikane ose një bazë franceze ose një bazë. Pra, në këtë rast, aleanca ka provuar që për herë të parë ka vu në zbatim nenin 5, e ka vu në zbatim në 2001 pas sulmit 11 shtator dhe kjo është vënë në zbatim me kërkesë të amerikanëve. Pra aleanca ka treguar besnikëri ndaj traktatit të NATO-s dhe ka zbatuar dhe në ato përfshin dhe ka pas mbi 1000 sa të vrarë jo amerikan, nga cilët 400 sa kanë qenë anglez, britanik. Pra aleanca ka treguar, por kjo është mënyra të negociuarit të presidentin Trump. Dhe me këtë janë njohur edhe pak a shumë mësuan gjithë leadershipi europian. Do thoni ju, a mund dalin nga NATO? Nuk mund të dalin nga NATO. E para është problem politik, e dyta është problem juridik, e treta është problem strategjik. Pse është problem politik? Është problem politik sepse edhe strukturat politike edhe të partisë, po edhe të partive tjera do dalin kundër. Nuk mund të ketë një pjesë e mbështesin, por shumica do dalë kundër pse është një aleancë e hershme. Është një problem juridik. Duhet paktën për të rrëzuar traktatin ose për ta denoncuar si traktat, se kështu është termi i braktisës apo i largimit, do duhen 2/3 e Senatit. 2/3 nuk i ka. Ose do duhet një vendimarrje e Kongresit, që nuk mund të arrijë dot. Pra edhe juridikisht nuk mund të arrijë. E strategjikisht nuk është nevojë sepse ke parasysh që filloi luftën e këtyre sanksioneve dhe ja si del puna që me partnerët nuk duhet me u tregu larg pamës. E qartë. Mund të ketë një largim të Shtetit të Bashkuara të Amerikës nga NATO duke marrë parasysh faktin nuk e shikon. Është parlament, është pjesë e negociata, është pjesë e negociata. Shiko, ai reagoi sepse në të njëjtën kohë Spanja, Italia, Franca ndaluan kalimin dhe përdorimin e territorit të tyre, edhe hapësirës së tyre ajrore, por edhe të aeroportet të tyre nga aviacioni amerikan që po merrte pjesë në luftime. Dhe ky ishte reagimi i menjëhershëm i presidentit Trump.
Por, do thoni ju që ndakord ai nuk mund largohet, ai nuk mund largohet, por dëmi e shkaktoi NATO-s. Pra, bi reputacionin në këtë rast tani ta diskutojmë a është dëm apo e ka forcuar NATO-n duke i detyruar ta çojë në 5% deri në Jo, shiko, ka një gjë. Ai thot shprehimisht që domethënë po mendon fort për ta larguar. Nuk e tha për herë parë, ka thonë edhe herë tjetër. Kështu që Europa ka kohë që punon për një NATO dhe ke parasysh ka pas edhe qeveria gjermane, edhe qeveria britanike kanë pasur deklarata që e kundërshtojnë këtë dhe që mbështesin fort pozicionin e NATO-s si një nga organizata më fuqishme e mbrojtjes kolektive sot në botë. Pra, pavarësisht, në fund fare unë thashë edhe një herë, ky është modeli i negociuarit të Trumpit. Ai do kërkojë përsëri kompromis. Ajo ideja që për të largohemi nga lufta ose mbarojmë arritjen e objektivat, për momentin më duket më tepër lëvizjes taktike. Cila është lëvizja taktike për të rregulluar tregjet. Mbrana ditës ran 3-4% çmimi. Domthonë ai e bën her pas here mas disa ditëve, do ta bëjmë 2 javë. Pra jep mesazhe tregut dhe në fakt ka arritur sepse pasojat mund të ishin akoma më katastrofike në treg. Pra, ky është stili i Trumpit. Këtë fushë e njeh më mirë se sa politikanët e Europës. Më mirë se këta që janë politikan në karriere, domethënë. Edhe ai këtë, por ai nuk besoj unë që në analizë që të largohet nga lufta pa arritur objektivat. Dhe objektivat cilat janë? Unë kisha të ftuar vetëm diçka zotë Shala. Kisha të ftuar një zëvendës president të diasporës amerikane, Mark Crawford, i shkreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë, kam përshtypjen se jeni i njohur me të si personazh, i cili tha se ne si republikanë edhe në SBA nga njerëzit me të cilët kontaktojmë, ne nuk e kemi ende qartë se çfarë kërkon Donald Trump. Dhe brenda republikanëve, arsyeja kryesore që ne kërkojmë shpjegim nga ai është fillimisht objektivi. Pra çfarë kërkon cili është objektivi i kësaj lufte? Çfarë do të ndodhë? Çfarë do të bëhet me Iranin që ne më pas ka shkaktuar një çarje të madhe me bazën e partisë. I ka shkaktuar një çarje të madhe me bazën e partisë. Gjithsesi, objektivat pavarësisht lëvizshmërisë së tyre janë përcaktuar qartë. Në këndvështrimin tim, një shtet po spat një qëllim politik, qëllim politik është realizimi disa objektive, nuk mund të hyjnë luftë, sepse për ndryshe po kalon aventurë. Dhe qëllimi politik në këtë rast është neutralizimi plot i programit bërthamor, reduktimi i programit raketor, ndalimi i Iranit për të mbështetur proxit apo organizata tjera jo shtetërore në vendet e tjera që janë në interes, janë të manipuluar nga natyrë dhe neutralizimi i flotës detare tyre. Neutralizimin e flotës detare ata thuaj se e kanë realizuar nëpërmjet sulmeve. Pra këto treja, pa i realizuar këto nuk shiko, duhet mendohet që të arrihet minimalisht një akt marrëveshje ose një traktat më i mirë se ai që shfuqizoi Trumpi në 2018-ën. A 2017 kur pra atij traktati që isha arritur, që kishte arritur Obama. Duhet arrit diçka më e mirë që të justifikohet gjithë ky shpenzim, gjithë kjo luftë. Dhe Trump nuk ka si të tërhiqet. Vetëm nëse është një strategji pastaj që unë nuk do ndërhyj, po do bëj i herë në muaj, i herë në 6 muaj ose i herë do bëj ndërhyrje, për ta dëmtuar, për ta mbajtur gjithmonë parasysh. Dhe synimi kryesor politik i Shtetit Bashkuar të Amerikës është që Irani të mos ketë mundësi të projektojë forcë në lindjen e mesme, të mbetet një fuqi e dobët, jo e destabilizuar, sepse destabilizimi ka probleme akoma më të mëdha, por të mos ketë mundësi të ndikojë as ke aleatët, as ke rivalet, as ke aleatët, mos ketë mundësi të kërcënojë fqinjet, pra të jetë një fuqi, jo fuqi, por të jetë një shtet që qëndron në këmbë. Kaq. Po, nga ana tjetër ka patur një deklaratë nga Irani ku përfaqësues Gardës Revolucionare kanë deklaruar që ne do të vazhdojmë ta mbajmë të mbyllur ngushticën e Hormuzit për armiqtë e Iranit. Dhe kur thuhet armiqtë e Iranit, besoj është pastaj retorike që bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për aleatët e tyre. Nuk është thjesht retorike tyre. Ata kanë kaluar në veprime ligjore. Parlamenti kaloi një ligj që ngushtica e Hormuzit do mahet në kontrollin. Pra ata në një farë mënyre, kjo është alarmi që duhet përfshi gjithë botën. Ata po e shtetësojnë ngushticën e Hormuzit. Nuk ka ndodhur asnjëherë në histori. Pra ata po vendosin tarifa, pra do kalojnë ata që duam ne. Nuk do kalojnë amerikanët dhe izraelitët ose anije tjetër të lidhur me to, por do kalojmë ata që duam ne dhe do paguajnë tarifë.
Pra ata po e shfrytëzojnë, nuk ka ndodhur kurrë në histori që një ngushticë që funksionon me traktate, është në shërbim është për lundrimin e lirë etj. Se kështu nesër mund dali Kina të ndaloj të shtetëzojë ngushticën apo të nacionalizojë ngushticën e Tajvanit. Kështu mund dali Turqia nesër të bllokojë Dardanelet. Kështu mund dali nesër pra është një precedent që mund të përdoret nga shumë dhe cënon në rënd raportet ndërkombëtare dhe sigurinë ndërkombëtare dhe rendin botror. Pra kjo është një problem që në këtë këndvështrim është ngrit një alatët, sidomos ata negociatorët po menojnë për një traktat të ardhshëm. Pra po menojnë këtu Pakistani, Turqia, Arabia Saudite dhe Egjipti po menojnë një model menaxhimi për të krijuar një konsorcium ndërkombëtar ku të jenë këto shtete për ta menaxhuar ngushticën e Hormuzit, por duke vendosur edhe një tarif. Dhe kjo tarif do të jetë, siç duket, edhe për të bindur iranianët, por do jetë një tarif edhe për masat e sigurisë dhe për shërbimet që jepen në këtë rast. Pra del që ka pasur një vakum ligjor për trajtimin në rastin e ngushticës së Hormuzit. Pra po bëhen përpjekje në këtë rast, ndërkohë që Irani nga ana e tij ka miratuar në parlament një projekt ligj, ka miratuar pra në farë mënyrë për ta nacionalizuar, për ta quajtur territorin e vet. Dhe pret që të kaloj pasaj tek leadershipi tjetër, siç e kanë ata të grupi gardianëve tjerë. E qartë, me 1 ose 2 minuta në fund në varësi të dëshirës suaj për ta zgjatur zoti Shala. U diskutua shumë për një telefonat midis J.D. Vance dhe kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu, për të cilin Vance, pra zëvendës presidenti, i kishte reaguar shumë ashpër duke thënë që Izraeli e mashtroi Trumpin sepse e futi në një luftë që në fakt nuk qen kaq e lehtë me Iranin. Do thotë që përveç se nuk është konsultuar me aleatët, siç thatë pak më parë, se mbajta mend të thashë të pyes në fund, Trump nuk është konsultuar as me njerëzit e afërt si Marco Rubio, i cili në fillim për Daily Mail thoshte që kjo luftë është një gabim i rënd për SBA dhe gjithashtu edhe për J.D. Vance tani. Trumpi është Trumpi. Këtë mënyrë menaxhimi ai ka marrë vendimarrjen e ka marrë vet. Me sa duket kjo është e vërtetë, derisa e përmendin edhe burime amerikane, domethënë edhe Izraeli, shërbimit izraelite, më saktë Netanyahu arriti ta bin Trumpin që ne kemi informacion të saktë që ditën e shtunë në orën 9 leadershipi kryesor i Republikës Islamike do jetë në një mbledhje tek Ayatollahu Madh dhe ne kemi mundësinë ta azhësojmë dhe kështu merr fund në regjimi. Ndërkohë që thjesht u zëvendësua ajatin me birin. Absolutisht, gabimi ishte që edhe izraelitët, por edhe amerikanët besuan. Trumpi në këtë rast duke qenë se ata dulen dhe bën një përgatitje për atentat ndaj Trumpit, dihet këto janë zyrtare, ka një komplot nga FBI të zbuluar nga FBI që në kohën e fushatës që kishte një porosi për një atentat ndaj Trumpit, dhe Trumpi doli, po ta kesh parasysh, Trumpi ka bërë një deklaratë, Trumpi që desh me vrisë e vrava unë përpara. Patjetër, po të mos na vrisë. Gjërat faktet zgjidhen, lidhen gjitha njëri me tjetrin. Por është përfshirë një luftë tashmë që është përfshirë një luftë që duhet se s'bën, sepse ndryshe vjet nëse ai tërhiqet pa arritur ato objektiva, vjet në dyshim reputacioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka një tronditje të madhe, një ribalancim në rendin botror. Dhe po kuptohet edhe përmes protestave tronditja që ka në SBA për vendimet e fundit të Trumpit. Presidenti Trump mund t'japi një goditje në këndvështrimin tim, domethënë mund t'japi një goditje të shpejtë edhe sepse ai ka lajmëruar që mund të largohem edhe pa marrëveshje. Domethënë ideja është po nëse s'do Irani, që mund largohet Amerika dhe Irani vazhdon sulmon. Nuk ka Amerika i herë nuk largohet dot nga aty i herë sepse i bie largoj bret. Nëse largohet pa marrëveshje siç po thoni ju, po. Ai mund të heqë dorë nga sulmet. Mund të heqë dorë nga sulmet. Po mund të vazhdojnë sulmet nga Irani. Nuk besoj se do vazhdojnë sulmet sepse ai aty është do kthehet prapë. Domethënë mund të rifillojë sulmet. Kështu që këtu problemi është tash nëse heq dorë Amerika, do heqë dorë edhe Izraeli? Se Izraeli ka bërë deklaratë që unë do të vazhdoj luftimet në Libanin e Jugut, do aneksoj Libanin e Jugut, do krijoj zonë sigurie. E qartë, profesor, është gjithmonë kënaqësi, shumë faleminderit për kohën dhe minutat. Ishim me profesorin asociuar Xhavi Çala, i cili na bashkua drejt për së drejti në studio. Ndajemi vetëm për momentin, në orën 21 rikthehemi me një ish futbollist të kombëtares për zgjimin që 2 kombëtarët tona ose kombëtarja e Shqipërisë dhe përfaqësuesja e Kosovës bën nga kampionati botror. Rikthehemi më njëherë pas pak.